Në mbarë Shqipërinë, qindra besimtarë ortodoks janë mbledhur për të përkujtuar të premten e madhe, ditën kur sipas traditës fetare përkujtohen vuajtjet, kryqëzimi dhe vdekja e Jezu Krishtit. Ceremonitë dhe procesionet tradicionale janë mbajtur në disa qytete të vendit, duke sjellë një atmosferë reflektimi, paqe dhe përgatitje shpirtërore për Pashkët. Në katedralen ortodokse në Tiranë, besimtarët u mblodhën për të ndezur qirinj dhe për të dërguar lutje. Procesioni solemn i ndjekur nga klerik dhe besimtar nisi nga katedralja në sheshin Skënderbej dhe përfundoi sërish në Kish, duke sjellë një ndjesi solemniteti dhe përkushtimi shpirtëror. Në Korçë, ceremonia u zhvillua në sheshin përpara katedrales Ngjallja e Krishtit, ku epitafet e kishave të qytetit u bashkuan në një procesion të përbashkët që përshkoi bulevardet kryesore. Besimtarë të shumtë morën pjesë në këtë parakalim simbolik, duke mbajtur qirinj dhe duke përçuar mesazhe të ringjalljes dhe shpresës. Edhe në qytetin bregdetar të Vlorës, ceremonia u zhvillua sipas traditave të përvitshme. Pas riteve liturgjike në kishën e Shën Todrit, epitafi doli në orën 19:30 nga kisha, i shoqëruar nga dhjetra besimtarë dhe nga banda frymore e qytetit. Në Durrës ceremonia u mbajt në kishën ortodokse Apostull Pavli dhe Shën Asti, ku pas meshës dhe riteve u zhvillua procesioni i epitafit. Besimtarët përshkuan rrugën kryesore të qytetit në heshtje me qirinj në duar, duke përcjellë mesazhe të thella besimi dhe shprese.